Gjykimit po I vjen fundi. Të premte në ora 15 do të merret vesh epilogu për natën e errët të 24 shtatorit të vitit 2023 në Banjsk të Zveçanit, ku vra zyrtari policor Afrim Bunjako. Ky vendim është bërë I ditur gjatë seancës të së hënës, ku janë paraqitur fjalët përfundimtare të mbrojtjes së të akuzuarve Vladimir Tolić, Blagoje Spasojević dhe Dušan Maksimović për sulmin terrorist në atë zonë. Nën masa të larta sigurie, të tre të akuzuarit u sollën në gjykat, ku mbrojtja e Spasojevićit dhe se provat e prokurorisë janë të padobishme. Kjo aktakuzë është ngritur pas një viti hetimesh dhe përmban 156 faqe tekst dhe një numër fotografish, grafikash, skicash, si dhe shoqërohet me 10 ringjizime, të cilat kryesisht do thoya se janë të padobishme për këtë ngjarje. Dhe në shikim të parë, nga jashtë kjo aktakuzë krijon përshtypjen se është e mirë e me të gjithçka është në rregull. Ankesat e tij nuk mbaruan me kaq. Pra, edhe pse nuk është administruar asnjë provë në këtë shqyrtim, është folur për aktgjykimin për dënim, I cili në mënyrën përfundimtare duhet të jetë vetëm ekskluzivisht dënimi më I rëndëmundshëm sipas ligjit dhe asnjë tjetër. Si është e mundur që t'i bëhet thirrje gjykatës për respektim të gjitha drejtave ligjore të pandehurve? Pas fjalëve të avokatit, poli edhe klienti I tij, I cili mohon se është terrorist. Shumë herë ka menduar së të pranoj fajsin, dhe po të ishte reale kjo aktakuze prokurorisë speciale, unë këtë gjë do ta bëja. Unë jam fajtor për të ditë pse kam qenë në fshatin Banjsk. Jam fajtor për këtë gjë, por nuk mund të them se jam terrorist për arsye se askën nuk e kam vrarë. Pavarësisht këtyre arsyetimeve, prokurori Naim Abazi ka kërkuar burgim të përjetshëm për të akuzuarit, derisa javën e kaluar është arrestuar Stefan Radulović, I dyshuar për sulmin ku një zyrtar policor mbeti I vrarë e 4 të tjerë të lënduar.